Domethënë, ke pas sukses si drejtuese e Partisë Demokratike, a ka qenë vështirë për drejtuar Partinë Demokratike këtu në Lezhë? Shiko, të drejtosh Partinë Demokratike Dega Lezhë është e para është një privilegj dhe është kënaqësi shumë e madhe sepse është por nga ana tjetër është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe është më tepër ta marrësh drejtimin e Degës pasi një kryetar Degë jep dorëheqjen dhe vetëm 3 muaj përpara zgjedhjeve vendore. Pra i gjithë organizimi duhet bërë nga AJA, nga seksioni, grup seksioni, gjitha strukturat, aq më tepër vështirësi të mëdha pastaj plotësosh edhe çellat e votimit. Pra është të drejtosh Degën është shumë komplekse. Kërkon një mirë organizim, kërkon një vullnet madh politik, kërkon një angazhim të gjitha strukturave, të gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike, pra kërkon një skuadër të plot, një ekip të cilët duan të përballen dhe padyshim që duan ta fitojnë sfidën. Ishte një sfidë shumë e vështirë, zgjedhjet e 14 maj 2023, kam thënë disa herë dhe po rrithem tash që kanë qenë në zgjedhjet më të vështira, sepse vetëm zgjedhje nuk ishin, ishte një masakre madhe elektorale, u konsumua një krim i madh elektoral, ku parat u hodhën